Nuk ka një zgjidhje, ti themi, për një javë ose brenda këtyre 10 ditëve, unë mendoj se LSDM-ja me BDI-n duhet të aprovojnë ligjin, të votojnë për së treti herë, dhe kjo çështje përdorimit të gjuhëve të jetë një çështje, një kapitull i mbyllur. Së pari, për arsye se Zoti Zaev duhet të llogaritje se nëse nuk e ka partnerin më të madh në qeveri, BDI-n, dhe nuk i ka shqiptarët si koalicion brenda qeverisjes, nuk mund të llogaritje në asnjë përkrahje nga VMRO-DPMNE-ja. Dhe unë e di se Zoti Zaev do të ketë edhe BDI-n, edhe parti tjera shqiptare në përkrahje, por edhe të ketë gjithashtu VMRO-n, po këto dy gjëra janë të pamundshme në këtë moment të ketë përkrahje nga tudi palët. Andaj Zoti Zaev duhet të presë. Dhe sipas përshtypjes time dhe mendimit tim dhe bindjes time, ai duhet të ruajë partneritetin me partnerët qeveritar, me BDI-n dhe partnerët tjerë që mendon t'i ketë në të ardhmen, partitë politike shqiptare, kurse nga ana tjetër duhet të punon në drejtim të nxjerrjes në shesh të obstruksioneve dhe tentativave të obstruksioneve të cilët VMRO-DPMNE i bën qeverisë, shantazhimeve të cilët i bën qeverisë, për arsye se nëse hyn Zoti Zaev në terrenin e VMRO-DPMNE-s dhe nëse fillon t'i pranon kërkesat të kthehet ligji për gjuhën, të debatohet në Akademinë e Shkencave, të debatohet në institucione tjera, unë mendoj se tek atëherë Zoti Zaev do të hupe edhe përkrahjen e shqiptarëve, po asnjëherë nuk do ta fiton përkrahjen e VMRO-DPMNE-s. Dhe Zoti Zaev do të jetë i mençur, t'i japë shans demokracisë, po, një javë 10 ditë, por nga ana tjetër, mos haron, duhet qytetarëve që sqarohet se demokracia nuk do të thotë se gjithmonë të pranosh ultimatume dhe të pranosh kërkesa nga opozita. I duhet Zoti Zaev VMRO-DPMNE për pakon e reformave, por mos harrojmë, ato reforma nuk bëhen për LSDM-n, ato reforma bëhen për të mirën e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe nuk duhet të vetë përjashtohet VMRO-DPMNE nga ky proces.